Temperaturat e larta të kësaj periudhe kërkojnë kujdes të shtuar për bagëtit, sidomos për ato të imta dhe të vegjlit e tyre. Specialistët shprehen se i nxehti mund të ndikojë negativisht në shëndetin e kafshëve, duke rritur edhe rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve karakteristike të kësaj periudhe. Tani jemi në periudhë kur temperaturat janë të larta që u afrojnë rreth 40 gradë. Jemi në fazën kur blegtoria është në periudhën e ndërzimit, varet sipas zonave, zona fushore, zona kodrinore dhe zona malore si ndërzohen, por jemi në periudhën e ndërzimit. Fermerët kanë përvojë se janë të vjetër në atë punë, ka përvojë se si duhet të mbahet blegtoria në këtë periudhë, në kushte kullosore, malore, siç janë kur temperaturat janë kaq të larta. Veterinerët apelojnë që kafshët të mbahen në ambiente me hije, të kenë ujë të freskët në çdo kohë dhe në çdo rast të dyshimi për probleme shëndetësore, blegtore të kontaktojnë menjëherë veterinerin. Ushqimi i mirë në këtë periudhë, po ata janë detyruar me atë ushqim që kanë kullotët, uji patjetër nuk duhet të mungojë tek blegtoria dhe kujdesi ndaj rrezave të diellit që duhet të qëndrojë sa të jetë mundur më pak, ata marrin masa se bëjnë tëndat, kanë kushte të hijeve, por kujdes duhet treguar. Duhet treguar sidomos kujdes me sëmundjet që janë në këtë periudhë, në këtë sezon për sëmundjet që prekin blegtorin të imët dhe trash, për shembull për sëmundjen e plasjes. Ata mbajnë kontakt me veteriner, po dua t'ju rikujtoj që në rast se ata vënë re një dyshim, duhet të njoftojnë veterinerin që mbulon zonën, anë nga ata kanë origjinën. Specialistët theksojnë se kujdesi shtuar gjatë ditëve me temperatura ekstreme është elbësor për ruajtjen e shëndetit të bagëtive dhe parandalimin e humbjeve në blegtori. Ata ju bëjnë thirrje fermerëve të zbatojnë masat parandaluese në mënyrë që kafshët të përballojnë sa më mirë valën e të nxehtit.